Bismillahirrahmanirrahim. Ka disa zhurmë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe me një vlerë shumë të madhe në trashëgiminë e dietarëve të hershëm të ummetit islam, të cilët nxisin që njeriu të punojë e të lodhet për të jetuar me dinjitet. U nala tek fjala e madhe e zotërisë së tabiinëve, dietarit të madh të Medinës së pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, Said ibn al-Musayyib, Allahu e mëshiroft, i cili na tërheq vëmendjen dhe thot: nuk ka asnjë të mirë në atë që nuk e fiton pasurinë e tij për të ruajtur fytyrën, për të kryer përgjegjësitë që ka mbi supe dhe për të ruajtur lidhjet farefisnore. Subhanallah. E kam lexuar disa herë dhe e kam nënvizuar këtë fjalë shumë të madhe. Pra nuk ka herë në një person i cili nuk e fiton pasurinë e tij për e para me jetu me dinjitet, me rujt fytyrën e tij, dhe me thanë, me jetu me faqe të bardhë, mos me lyp, mos me u bë Iran për të tjerët, mos me u bë, siç thoshte Hafiz Shauqet Boriqi rahmet pas, parazit, mos me u bë njeri i rëndomt që pret nga duart e njerëzve. E kujtoni pejgamberin alayhi salatu wasalam, i tha një personi i cili nuk punonte dhe lypte, i tha: të marrë ndonjëri për jush një litar dhe një supat dhe të shkoj për të mbledh dru në pyll, është më mirë se sa të rri dhe të shohë duart e njerëzve, pra të lyp për të pa duart e njerëzve. Ky i dha, ai tjetri nuk i dha. Subhanallah, na nxit Islami, të dashurit e mi, që me jetu me dinjitet, me jetu me faqe të bardhë, me jetu me fisnikëri, me ken njeriu krenar, atë që e fiton e ka me djersën e ballit. Dhe nuk ka kafshat ma të shishme se sa edhe bukthat po të jetë por me djersën e ballit. A nuk na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam se nuk ka fitu njeriu diçka ma të mirë se sa nga puna e durve të tij? A nuk na tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam për mbretin e madh të shekuve të kaluar, Hazreti Daudin alayhi salam, i cili punonte me duart e tij, lodhej dhe sakrifikonte dhe punonte me duart e tij? A nuk e shohim Hazreti Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili dhe duke qenë halifi i muslimanëve, punonte dhe fitonte pasurinë e hallalit? A nuk gjejmë në historinë e dietarëve dhe ulemave të mëdhenj të ummetit islam që ishin njerëz pasanik? Njerëz pasanik. Atëherë e para me u përpjek njeriu me rujt ujin e fytyrës duke fitu hallalin e tij. E nëpërmjet këtij hallalli me kry amanetin që ka nga Zoti i gjithësisë, familjen e tij, e majt familjen e tij, ecurinë e tyre, zhvillimin e tyre, shkollimin e tyre, me aq sa ka mundësi, por me faqe të bardhë. Edhe e treta, me rujt lidhjet farefisnore, pra me i shku për vizitë të afërmit, me i blej një dhuratë, me ju gjetë një razbërshirësie, me i shku në një gëzim, një hidhrim, por me shku e gjithmonë me çu diçka. Që më mësu njerëzit që kur ta shohin filanin prej muslimanëve, me thanë, ma e pakta, ky është njeri bamirës, ky është njeri bujar. Dhe mos me prit muslimani nga duart e tjerëve. Subhanallah, shumë e nalt. Dhe pason kjo fjalë me atë të Sheikhul Islamit, Imam Sufjan al-Thaurit, i cili thot: bëj çmos të veprosh veprën e heronjve. Çfarë është kjo vepra e heronjve? Ju shkon nërmend se për çfarë bëhet fjalë? Thot të fituarit e hallalit dhe të shpenzuarit për familjen. Të fituarit e hallalit është vepra e heronjve. Njeri hero, njeri që lodhet, njeri që punon, njeri që angazhohet për të fituar me djersën e ballit, në Islam konsiderohet hero. Njeri i cili atë që ka fituar me bekimet e Allahut Azza wa Jall e shpenzon po ashtu për familjen e tij. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar se nuk ka sadaka më të mirë se sa ajo që njeriu shpenzon për familjen e tij. Ka thënë der kafshata e bukës që vendos në gojen e familjes së tij, gruas së tij, fëmijëve të tij. Një gotë ujë, një laps, një libër, një rrobë, krejt janë sadaka, të cilat kanë një shpërblim të jashtëzakonshëm tek Zoti i gjithësisë. Kështu të dashur të shtrenjtë, na mëson feja e jon islame me kënë njerëz prodhimtar në jetë. Për të kenë njerëz që shohin për të fituar
atë që Zoti i Gjithësisë e ka begatu dhe me ndjek gjurmët e të mirës për t'u kap pasaj, për ta zhvillu atë dhe për ta përhap me sa të kemi mundësi në mesin e njerëzve për të dëshmu siç brezat e mirë të hershëm, njerëz me faqe të bardhë. Allahu ju dashtë.